një mendim për Tank Center. Për aq sa ke parë, aq sa na ke ndjekur, dhe aq sa te të thash më herë që jemi në një rrugtim llogore, ata që punojnë me edukimin, sidomos mësues, ekspertë të arsimit, janë në një sfidë shumë të madhe edhe me kohën, edhe me fëmijët që janë gjithnjë më të informuar, por edhe me mënyrën se si ata duhet të përshtaten me mendësitë e reja. Ajo çfarë mua më pëlqen shumë edhe tek Time Center, por edhe tek disa iniciativa që kam parë së fundi, është që në një pjesë të mirë të kohës së lirë, t'ja mbushim fëmijëve me aktivitete, me lojra, me bashkëbisedime, me informacione, me mësimin e gjuhëve të huaja, me shumë të tjera. E dyta që unë shoh është edhe kush investon për arsimin, investon për të ardhmen. Pra, këto lloj iniciativash në thelb nuk kanë prioritet kryesor fitimin, por kanë prioritet kryesor çfarë unë do të bëj për kohën, çfarë unë do të bëj për breza, çfarë unë duhet të bëj për veten time dhe të ndërtosh mënyrë pune, biznes, përmes edukimit, përmes librave, përmes kulturës, ky është e pamundur, por të ndërtosh një jetë kuptimplote dhe me vlerë, me librin, me kulturën, me arsimin, me gjithë më radhë, kjo ndoshta është gjëja më e vlefshme dhe për këta njerëz shoqëria apo secili prej ne këtë aspekt. Ju keni të njëjtat sfida që ka edhe libri edhe kultura në përgjithësi, por tek ju deri diku është në dorë e ardhme. Nëse do ta shkatrosh një shoqëri, mjafton thjesht vetëm të shkatrosh një brez, të shkatrosh shkolla dhe ne kemi kaluar një pak vite kritike, kam këtu parasysh rinin time të viteve 90, 91, 96, 97, 98, 99, ku po të shohësh të gjithë ato lloj brezash që janë të edukuar në atë periudhë, reflektojnë gremina, humnera të mëdha të mungesës një njeriu të kulturës, e cila pastaj është përcjell në nivelet më të larta politikës, të bëjë biznes apo edhe në forma të tjera shoqërisë.